Mirëmbrëma e përshëndetje të nderuar miq, takohemi në E-përsi. Jemi në një javë e cila i ka dhënë fund kampionateve, ekipet kombëtare do të zbresin në fushën e lojës, por sigurisht në fund javë ka patur takime vërtet mjaft interesante. Arlind, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Është dhënë trofeu i parë në Angli. E-përsi që mund ta fitonte Newcastle-i? Logjikshëm, kishte shanset e veta, 7 vite pa trofe, shumë i uritur, ka kaluar skuadrat më të mira pothuajse në Angli, shto dhe faktin që Liverpooli vinte pas ndeshjes cfilitse dhe zhgënjyese me Paris Saint-Germainin në Champions League. Jo vetëm për kupën e ligës, por për kategorinë superiore, për kampionatin italian, atë spanjoll, por gjithashtu edhe për botrorin e Formula 1 që ka startuar fundjavën që ne kemi lënë pas. Do të flasim me të ftuarin ton, mikun Altin Kodra. Altin, përshëndetje. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit që je këtu me ne. Edhe Altini është, nuk po them tifoz, por po them është një sport dashës, një i apasionuar pas sportit gjerman. Po sado që të përpiqesh nuk do ndryshoj. E kam zgjedhur me këtë dojem që para 40 vitesh me ato do vijoj. Mirë, do duhet na sjellësh ndonjë anglofon. Kështu quhen anglofon apo anglosakson? Anglofon, po. Do ta fillojmë nderuar miq me kategorinë superiore, si zakonisht me bukën e shtëpisë apo jo, Altin? Po, në fakt kanë qenë 2 javë të çuditshme këto 2 javë të fundit, kanë qenë 2 javë barazimesh, skuadrat duket sikur e kanë ulur tempin, duke qenë se në momentin që flasim janë përvijuar 4 ekipet që do të vazhdojnë më tej betejën në Final Four, pra në katërshin finale. Ti shohim pak rezultatet, Altin, më fal që të ndërpres, ti kujtojmë pak rezultatet e këtij raundi i 30-it. Janë edhe 6 deri në fund, Egnatia Tirana 1-1, Vllaznia Skënderbeu 1-2, 0-0 Bylis Laçi, 1-1 Akademia e Futbollit Elbasani Dinamo City dhe 0-0 Partizani Teuta. Në tabelën e klasifikimit, Egnatia ka 54 pikë, 3 më pak Dinamo City, 50 skuadra e Vllaznis, Partizani 44, Akademia e Futbollit Elbasani 37, 33 Laçi, 32 Bylis, Tirana 31, Skënderbeu dhe Teuta 30. 6 javë nga fundi, gjithçka e rihapur apo? Gjithçka e rihapur. Unë thash që katërsha finale pak a shumë është përcaktuar, domethënë Final Fouri do të jetë Dinamo, Egnatia, Dinamo, Vllaznia dhe Partizani. Nuk mendon që Elbasani mund të Nuk, nga paraqitjet deri tani domethënë për te çalimit nga ana e Partizanit, unë nuk e shoh Elbasanin që minimalisht arri Partizanin, pjesa tjetër pastaj është e pakapshme. Edhe për pjesën se skuadrat bëjnë llogaritë veta në këtë moment, domethënë dhe un kam përshtypjen që këto 2 javët e fundit kanë qenë kemi parë një shpërqendrim total të skuadrave, mbase duke menuar edhe për Final Fourin, por mbase edhe duke bërë atë që bëjnë shpesh skuadra shqiptare që në një fazë caktuar të sezonit çohen presidentët dhe shtypin atë butonin e veç shkatrimit, domethënë edhe sezoni pastaj e bëri Partizani në merkaton e janarit të gjë? E bën gjithë, domethënë ne kemi bërë, ti e di shumë mirë, ju e dini shumë mirë, ne kemi bërë shpesh kronika pas kronikash dhe statistikat e ndërrimit të trajnerëve brenda një sezoni në Shqipëri janë të frikshme, domethënë ka patur skuadra që brenda një sezoni kanë ndruar 4 herë trajnerin. Kupton, kanë qenë skuadra Dinamo, kanë qenë skuadra Vllaznia, kanë qenë skuadra të mira, domethënë që e kanë ndruar trajnerin kaq shpesh. Me një ndrim kaq të shpesh trajneri nuk ka rëndësi se ç'bën në merkato, ideja është që nuk ka stabilitet. Një ish trajner veteran me të drejtë thonë që ju mendoni se mund të bëhet ndryshimi për 6 muaj, pas për 6 muaj nuk mund të bëhet. Shumë vërtet është e pamundur është. Këtë ndryshimin Arlindi e di mirë se tek Manchester United nuk e di sa kohë keni që po prisi? Jo 12 vite i lam, 12 vite, po 4 në sezon do të përbëj rekord ballkanik. Jo, shikoj Manchester United ka ai mund të marrë shpresë nga historia e Fergusonit, që është ai që është një personazh i jashtëzakonshëm, për mua një nga trajnerët më të mëdhenj në histori, për të mos thënë më i madhi, pra sepse ishte ka patur përpara tij Bill Shankly, ka patur Matt Busby në Angli, ka patur trajnerë të tjerë edhe në Evropë, por Fergusoni ishte në atë kapërcyll të epokave dhe ai tregoi që si në epokën e viteve 80-90, si në epokën e viteve 2000, arriti sukses i jashtëzakonshëm, krijoi cikle pas ciklesh. Derisa një nga 20 titull që ka Manchesteri kampion, 13 janë të tij, pa llogaritur pastaj Liga Kampionësh e gjëra të tjera, ka ndërtuar dhe ka prishur. Ligën e Kampionëve mund na kurseje, po. Pa, shika, nuk në mënyrë pavetdijshme. Nuk e di domosdoshmë tek Sir Alex. Ideja është që ai ndërtoi disa skuadra dhe i prishi po vetë ato skuadra dhe ajo që unë nisa të thoja për sa i përket nisjes pra, asaj që thamë për trajnerët është që Fergusoni ka ardhur në 86-ën
në 1986 tek Manchesteri në nëntor, mos gabojmë, plus minus. Mes sezonit dhe deri nga viti 1989 nuk ka fituar asgjë, bile ndeshja e fundit të cilën i kishin dhënë një shans që do e shkarkonin ishte finalja e Kupës Anglisë, të cilën ai e fitoi dhe pastaj u rishkrua historia. Pra, ideja është që nuk sot që flasim, domethënë se Shqipëria me të vërtetë është pjesë e një universi më vete. Po sot që flasim në botën e futbollit nuk ka sukses aksidental, nuk ka domethënë as si bëhet fjalë. Nuk ka sukses aksidental dhe ajo tabela që shikoni aty është përmbledhja e rastësive të sezonit, domethënë nuk. Egnatia është rasti? Absolutisht, Egnatia. Tash ka një ju e dini që në trajnerët anglez ka një, me që jemi tek Anglia dhe me që kemi qef Anglinë, domethënë pavarësisht do luajmë edhe pak ditë më vonë. Edhe pak ditë më vonë, if it ain't broken don't fix it. Pra, nëse s'është thyer, nëse s'është prishur, mos e luaj. Egnatia pikërisht ka bërë një gjë të tillë. Ka një grup të konsoliduar, ka lënë trajnerin të punojë, nuk është se po bën ato vezën e kuqe, domethënë po bën atë që në itali si thonë dovere, po bën detyrën. Domethënë thjesht e lë skuadrën. Po bën mirë. Po e bën mirë, shkon deri në finale dhe pastaj aty mund të jetë çështje fati, një ditë e keqe siç e pam dje me Liverpoolin dhe me Newcastle, domethënë mund të jetë fati një ditë e keqe, mund të ndëshkohet, po edhe vetë formula e Final Fourit e favorizon goxha. Si duket kjo formula me 36 javë, të cilat nuk po them që nuk vlejnë, Arlind, apo jo, por mundohem shumë të mendoj kush janë avantazhet dhe dizavantazhet. Avantazhet kush janë? Shumë ndeshje. Nga shumë ndeshje shite më tepër bileta, dalin më tepër lojtar, të mirë, cilësor, për kombëtaren, apo që i shesim jashtë. Rriten të ardhurat me shumë ndeshje. Kush? Tani ka qenë një do kryet herës kur diskutua, ka një problemi. Patjetër ka një arsye nga pas, por çështja këtu që ndon që është që kjo formulë është përqafuar nga vetë klubet. Me dashje pa dashje, me dhunë pa dhunë, nuk e dim. Domethënë po janë klubet që kanë ngritur dorën atje në fund dhe kanë thënë po jemi dakord ta bëjmë. Ideja ka qenë që të krijohej një shtesë, një gjë shtesë që të rritej të maksimalizojë edhe biletat, të maksimalizojë edhe audienca televizive, edhe reklamat. Televiziv, padyshim, marketingu. Unë e kisha idenë fillim sepse nuk e fatkeqësisht u krijua më vonë ideja se si do të funksiononte kjo formulë. Unë kisha idenë fillim që do të ishte një kampionat mirëfilli më vetë dhe prandaj nisi diskutimi atëherë si ka mundësi të luash 36 javë dhe pastaj për 3 javë ta humbësh. Unë fakt jam për këtë 3 javëshin. Pra nëse do të bëhet hajde ta bëjmë si Champions League Liga e Kampioneve dhe ta bëjmë me një formulë shtesë. Mbase duke i favorizuar në një farë mënyrë dy të parat, nëse janë me gol avarazh, nëse janë me, domethënë që të kenë një ashtu. Por janë klubet që vendosën, ka qenë maksimalizim. Pas kush është? Maksimalizimi të ardhurave, ky është, ne jemi në një epokë që domethënë supozoj që të mbushej stadiumi, por fatkeqësisht me Ignatian, domethënë, më falni nuk tregoj si lloj mungese për skuadrën, por duke qenë se është një klub i vogël, numri i tifozëve është i limituar, kështu që arena kombëtare nuk mund të mbushet dot me një ndeshje midis Ignatias dhe Partizanit, mund ta mbush Partizani me Tiranën në një ditë shumë mirë. Vetëm këto dy skuadra kanë treguar deri më sot që mund ta mbushin. Tjetër pastaj nuk e mbushin dot. Ideja me një turneu me grumbullimi ishte kjo, domethënë që të maksimalizoja të ardhurat, por për mua domethënë nuk është se suksesshme. Po Ignatia ka dalë kampion. Jo, e suksesshme nëse është nisur për këtë arsye. Optimizim, rritje të ardhurave. I dhan një shans tjetër këtë sezon, domethënë derisa ato ja kanë dhënë, mendojnë që mund të jap diçka. Për mua nuk ka qenë edhe aq e suksesshme, sepse janë shumë pak ndeshje. Pra nëse do kishim 6 ndeshje siç e thash me formulën e fazës grupeve, ose edhe vajtëardhje, po, domethënë edhe vajtëardhje, do kishim akoma më shumë ndeshje, por këtu me 3 ndeshje, domethënë 2 gjysmëfinale dhe 1 finale, domethënë edhe prapë kemi Ignatian, kemi Vllaznin që prapë dim shumë mirë, megjithë po themi vitin e mirë që po bën Vllaznia. Sa njerëz do të udhtojnë nga Shkodra për ta parë? Absolutisht. Ky pra ishte problemi që nuk sfumimi i Tiranës, sfumimi i Skënderbeut, sfumimi i Teutës që minimalisht janë edhe afër Tiranës, më kupton? Domethënë Elbasani po vjen, por nuk është ende aty ku duhet. Gjitha këto unë nuk e shoh që ka funksionuar, por përderisa klubet e kanë përqafuar,
Kush jemi ne të flasim, a? Jo, ideja ishte Kjo klubet. mungonte. Po jo, ma ideja ishte që Përpara se të shkojmë tek formacioni i javës, Tirana, Skënderbeu, Teuta. jo, Laçi, Bylis, Tirana, Skënderbeu, Teuta. Jo, dakord. Sigurisht nga vendi, sigurisht nga vendi i 6. Janë 3 pikë. Jam dakord. Por Tirana, Skënderbeu, Teuta, nëse do ta kthenim, do ta përmbysim klasifikimin, do të ishim dakord që janë 3 skuadrat e para. Po, patjetër. Janë kampionët e viteve të fundit, janë Skënderbeu ka bërë atë epokë që bëri, Tirana po është ajo që është. Teuta rrëmbeu titullin ndaj Vllaznisë. Çështja është nga vendi i 6 në vendin e 10. Tirana është fatkeqësisht është nga vendi i 6. Unë kam të Partizan. Mos më thuaj që dhe Elbasani luan për të qëndruar. Ja, nuk e besoj, po parazzi praktikisht Elbasani. Unë ka shpëtuar. Pra diçka ja ka arritur. Në fakt unë jam partizani një ide radikale, që nëse do kishim një kampionat siç e ka për shembull Anglia, do kishim një superiore me 10 skuadra, një kategori të parë me 12 skuadra, kategori të dytë me 14 skuadra dhe një kategori të tretë të cilën mund ta hapnim në formulën e ligave rajonale siç e ka Gjermania, domethënë etj. Në superiore për shembull unë do isha që 4 të fundit 2 të binin direkt, 2 të shkonin play-off. Dhe ajo do të krijonte mungesën e zonës së komfortit. Pra ju po flisni për Elbasanin sot që është në një zonë komforti, por një gjë e tillë nuk do të krijonte as pak komfort, sepse 4 skuadra do luftonin për mbijetesë, 4 do luftonin për kreun dhe vetëm edhe ato 2 që do ishin në mes teorikisht do ishin të ngacmuara, të goditura gjithkohën. Ndërkohë sa i përket formacionit më të mirë të javës, është një nga risit që kanë dalë këtë herë në këtë sezon, janë trajnerët e ekipeve kombëtare që e përcaktojnë pikërisht të formacion. Ernest Gjoka për herë të dytë në 3 javët e fundit është trajneri më i mirë i javës. Në port Batista nga Bylis, në mbrojtje Musta nga Akademia e Futbollit Elbasani në krahun e majt, Xhemaili nga Egnatia, Olberkis përsëri nga Akademia e Futbollit Elbasani dhe Kurti nga Laçi në krahun e djathtë. Në mesin e fushës kemi 3 lojtarë, Taipi nga Partizani, Soler nga Tirana dhe Loci nga skuadra e Teutës, Zabërgja në krahun e djathtë nga Dinamo City, Bismarck nga Skënderbeu dhe Nasër Po nga Skënderbeu. Je dakord apo? Jo, shikoj, dakord për këtë javën po ideja është që jemi akoma në një nivel siç e shohim kampionatin fatkeqësisht në një pjesë të mirë të kohës pa nënvizu pa dashur të nënvlerësojmë fituesit në një pjesë të mirë të kohës kampionatit shqiptar më shumë se sa fitohet të mbetet në dorë. Pra ideja është po çikosh numrin e pikëve që kanë fituar skuadrat, domethënë po çikosh numrin e pikëve që kanë fituar skuadrat, unë e kam prekur 2-3 herë nëpër kronikat që kemi bërë që është një kampionat ku skuadrat pothuajse në gjysmën e sezonit kanë lëshuar 40% pikëve. 40% pikëve nuk ndodh të lëshosh në asnjë vend, domethënë. Atëherë, skuadra kryesuese, po i referohemi direkt. Në 5 të fundit ka 1 fitore, 3 barazime, 1 humbje. Po s'është puna vetëm aty sepse unë e thash që këto tani po bëjnë kolaudime për katërshën finale, domethënë por ose skuadra më e mirë në 5 javë të fundit është Elbasani që ka 1 fitore, 4 barazime. Janë luajtur 30 javë. 90 pikë në lojë, janë fituar vetëm 54 pikë. Po, e vërtetë. Janë lëshuar 26, është lëshuar 1-2 domethënë, është lëshuar statistikisht, është lëshuar 1-2. Po forca e kampionatit kjo praktikisht. Ose mediokriteti i kampionatit, domethënë se varet nga cili këndvështrim e shikon, domethënë po. Parashikueshmëria është e jashtëzakonshme, si në Angli fix. Si në Angli, por në Anglia është e parashikueshme. Ja, nuk është fundit mund të mposhtit parin. Absolutisht mund të mposhtit parin, por niveli i lojës dhe niveli i paraqitjes dhe niveli i gjithë pjesës tjetër statistikave domethënë nuk ka krahasim, domethënë është një. Ti ke një Nottingham Forest që duke patur një bazë historike, ka dalë 2 herë kampion e Evropës. Harrove Brian Cloughin çfarë?
Absolutisht. Po jo, është pas Fergusonit, është pas Fergusonit. Ato të përpashme, po, pas ajo. Bill Shanklit. Po, është Brian Clough. Pas e kishe për sukseset për gjëra. Pas sukseseve, po. Okej, nuk Po jo, e kam fjalën që edhe Nottingham Forest për shembull me një administrim të mirë, me një trajner të mirë, me një staf sepse vjen si Me një pronar të suksesshëm. Po absolutisht, po edhe vjen edhe me Pronari nuk na pëlqen, po. Ky është projekti serioz. Absolutisht, pra ato revokojnë historinë, nëse revokon historinë dhe shumica shpesh herë që flasim për Manchester United, fatkeqësisht lojtarët e Manchester United nuk e ndjejnë fanellën, nuk e ndjejnë historinë, nuk e ndjejnë peshën. Pse Rashford bërë gjithçka për fanellën. Erlindi e pëlqen shumë Jo të vetëm lojtarë. aq, shpërndante supë, ushqime tek dvarë. Po jo, mos ka lidhje, ajo është mori dhe një kështu, ishte lidhja kryesore, mori nuk dhe kishte një titull. mendje tek puna. Mori një titull mbretëror, sa ç'mori Po diçka. mori tjetër, një, ha? japin titull ande pa pushim, po. E kuptoj. Jo, projekti ka rëndësi dhe domethënë Si çdo fush. fatkeqësisht në Shqipëri, domethënë ne nuk jemi akoma Skënderbeu për te gjithçka asaj që ndodhi më vonë, domethënë kishte një projekt dhe ishte një projekt që dha fryte. Pra aty ku investohet, aty ku planifikohet, aty ku njerëzit lihen të bëjnë punën, sepse këtu presidentët të bëjnë trajner dhe brenda 2 javësh, brenda 3 javësh kanë filluar ata konsulentët, këshilltarët, që janë të të shumtë, gjithdijshmit, që janë të shumtë, që marrin trajtën e kafeneve, domethënë kafeve, çokave, gjithë gjërave të tjera, dhe fillojnë edhe i kukurisin presidentit në vesh, i cili në varësi të përgatitjes që kanë, varësi të nervave që kanë, varësi të durimit që ka, pastaj në momentin si gjendet merr shpatën edhe edhe pastaj të jep një titull mbretëror. Do të luajmë, shkëputemi nga kategoria superiore, shkojmë te kombëtarët, siç tham. Jemi në prag të një ndeshjeje e cila na kthen në eliminatoret e Kupës së Botës, është ndeshja e parë zyrtare pas kampionatit Europian Gjermani 2024. Ju në RTS 24 si e keni pasqyruar? Listën, emrat e rinj, këtë polemikën që ne nuk e di pse nuk mund të bëjmë një fushat eliminatore pa polemika, ne i rrëmbyem brutin Kosovës. Çfarë bëjmë pa polemika neve në çdo lloj fushë? Seriozisht tani. Po pse të paktën në sport nuk politik, në drejtësi, pse media, të paktën në sport nuk Ja, shika, ideja është që polemika, domethënë unë për momentin që flasim sa i përket këtij brutit, domethënë është për të ardhur keq kjo pjesa që ka element caktuar edhe në median sportive, si Bantan Kufirit, domethënë që kapin gjërat pa qenë, gjërat pa rëndësishme. Ose krijojnë një furtunë në got. Krijojnë një furtunë në got, domethënë nuk ka rëndësi fare kjo pjesa. Kjo pjesa do mua të rriqim nga vëmendja, jo nga thelbi. Po jo më ideja është që un jam i thtarë asaj edhe në Kosovë do ta thon shpesh, kombëtarja është kombëtarja. Ajo që ata kanë është përfaqësuesja e Kosovës. Ne të gjithë e dimë që realiteti i Kosovës është një realitet i përkohshëm, shpresojmë, sepse supozohet që në mos për 2 dekada apo pak më vonë të shkojmë drejt një ribashkimi të shqiptarëve mbas edhe në kuadër të bashkimit evropian e tjera heqjes kufive, kështu që nuk ka kuptim kjo pjesa domethënë pas 2027-s ne do të po jo, mos është puna 27-s apo është puna që 27-s, 2 dekadash. Është në Europë do shkojmë në 2027, kështu kam dëgjuar. Po se duhet vi dhe Kosova bashkë me ne pastaj kjo është. Okay, dakor. Po ideja është që këto janë, domethënë këto identitetet kosovare, nacionalizmat kosovare, këto janë me drejt një miku i përbashkët, shpesh herë nuk e përmend fare fjalën Kosovë, thotë Shqipëria e Veriut ose veri lindore, edhe Shqipëria jug lindore, duke u referuar çfarë. Sepse janë terma që na i kanë vënë për të na përçarë, domethënë që të kemi ato ndasi që kemi. Altin, po është diçka përteksa, ajo, okay, kjo është konsum publik. Ne çfarë bëjmë realisht, çfarë themi? Të dy anët e kufirit, çfarë bëjmë për këtë? Asgjë. Okay. Ky është për të ardhur keq, ne s'bëjmë asgjë. Flasim dhe ne flasim. Ne shumica jon hesh sepse na duket absurde, por praktikisht ajo që njerëzit shohin është ai debati që bëhet nëpër ekrane, nëpër rrjetet sociale, nëpër gjithë gjërat. Ne nuk mund të heshtim te kjo pjesë, nuk ka ni problem të madh se kë ka zgjedhur të luajë, le të shkojë të luajë me Kosovën, nuk ka asgjë të keqe. Mund të hidhërohet dikush te Federata jonë e futbollit, mund të hidhërohet dikush te Federata e Kosovës, domethënë, por kjo s'ka rëndësi fare për publikun e thjeshtë. Ne të gjithëve do na bënte mirë që një Shqipëri që bën mirë, por dhe një Kosovë që bën mirë. Po do të kishim 2 skuadra
Pse jo për Do shembull bënin që tifozëri. pse jo që të kishim lojtar siç i nxori Ilir Daja tek Ballkani, për shembull lojtar që kanë shkuar tashmë në përfaqësuesen e Kosovës, që ndihmonin klubet e tyre, që klubet e tyre të shkonin në Evropë, që të rriteshin të ardhurat, se sot Absolutisht. pa para nuk ka sport, nuk ka asgjë në fakt, po pa para nuk ka sport. Meqense flasim për sportin. Kështu që kurse sa i përket Anglisë që përmendë, domethënë është që Anglia vjen në një moment për mua të vështirë për ne, sepse unë i trembem trajnerit që ka Anglia, Thomas Tuchel, është një trajner i cili Pas luftës dytë botërore nuk e di sa vite kanë kaluar tani, më në fund ja dolën gjermanët që ta pushtojnë Anglinë. Ajo ishte kur është diskutuar Thomas Tuchel, kjo ishte vetë një pengesë që kishin. Nuk kishin asgjë kundër Tuchelit, sepse pasaporta ishte problem. Sa himnin. Nuk e di a do e mësoj. Jo, e ka thënë. Ndeshjet e para unë nuk do ta këndoj sepse nuk e ndjej. E ka thënë shprehimisht para 2-3 ditësh. Po mund t'i kap për gjumur në eufori seriozisht. Shanset janë gjasat janë të vogla, po mund t'i kapim. Dhe unë kam bindë se Wembley do jetë plot me shqiptar. Shika, ai është dy përfaqësues i kam çuar unë nga familja. Ato lojtarë që ne kemi janë praktikisht lojtarët tanë më të mirë, plus minus. Do të thonë që të jemi të sinqert, në Shqipëria aq është ai pellgu i lojtarëve që ne kemi nga të cilët mund të Ja ti shohim edhe një herë, pra ti kujtojmë. Në por Thomas Strakosha, Elham Kastrati, Alen Sheri dhe Simon Simoni. Ky është shtesë, nuk qëndron domethënë. Po është një lojtar i cili aktivizohet në Gjermani, është për të ardhmen. Jo, thirrja e tij është e mirë, domethënë është më shumë për përvojë. Thomas Strakosha është në formë për momentin, kështu që jo, është normale këto. Do mungon të Berisha, po edhe nuk e ka parë shumë. Në mbrojtje, Balliu, Nasser Ali, Marash Kumbulla, kemi Ande Adrojn. Nuk e di pse futbollistët shqiptar kur luajnë në superiore, vështirë se mund të marrin ndonjë ftesë. Kur transferohen pastaj në kampionatet e huaja, dhe këtu dua të përmend Julian Shehun, një lojtar i cili luajti tek skuadrat e Kastriotit dhe Laçit, shkoi tek Vitesse Vlocë, me sa duket aty për më tepër la pas dhe një dëmtim Arlind, dhe ka marrë ftesën. Tash ka një problem që ti flasim gjërat siç janë për të thënë. Fatkeqësisht domethënë unë mund të sjell një fakt prapaskenash që ishte një kombëtare se Direja kishte dhe këta kanë gjithë, nuk është se ka vetëm ai, domethënë kishte një koeficient për gjithë kampionatet. Dhe Edi Reja shpesh i thonte Sokol Cikalleshit, të lutem ik nga Turqia. Sepse i duhet një nivel tjetër kampionati, Natyrisht, lojtarët shqiptar që janë në Shqipëri, ne duhet jemi realistë, kampionati ynë ka një koeficient shumë të ulët, për cilin do trajner. Ka një koeficient shumë të ulët. Normalisht kemi prodhuar lojtarë që kanë dalë, Uzuni është një histori suksesi, dhe nuk është se nuk prodhojmë talente. Çështja është që ne këto talente nuk i promovojmë. Çështja është se ne këto talente fatkeqësisht i fusim në pjesën që një pjesë e mirë e tyre që kanë premtuar të jenë talente, në momentin që kanë kapur disa kontrata të majme këtu në Shqipëri, besin talente. Jo, nuk besin talente, besin në këtë llumin ton të përditshëm, domethënë talente thjesht. Mosha kalon pa është talent. Nuk zhvillohen. Ne kemi patur një Elis Bakaj që shkoi te Dinamo e Bukureshtit, premtoi ishte nga të para që mori një kontratë 1 milion euro për 4 vjet, po çënsi ka se bëhet fjalë për para 15-20 vjetësh. Kështu që ideja ishte që shumë lojtarë mirë, por ndaj dhe kampionatet dalë të koeficientët pastaj. Prandaj them që është më përmendë Myrto Uzunin, vërtet histori suksesi, por mbaj mend Besart Berishën, i cili ishte një lojtar shumë i rëndësishëm për kombëtaren tonë. Pastaj më vonë edhe për Kosovë, në momentin që ajo krijoi përfaqësuesen e saj. Por largimi drejt futbollit australian i krijoi atij një hendek shumë të madh. E kuptueshme. Aq sa ai pastaj nuk luajti dot më. As me Kosovën, jo më me Shqipërinë. Dua të kthehem te Uzuni. Është transferuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo distanca e cila s'duam dhe jo vetëm distanca thotë. Niveli. Kampionati kur fillon, kur përfundon atje. Po ka filluar 2-3 javë përpara tani. Gjithçka luan rol, sa më larg ambientit, dhe ambienti është Europa. Pa diskutim, Lëmënjan është i fuqishëm apo kampionati australian apo amerikan. Atje larg, kur është kulmi sa do shkëputet me ardhmë lut me kombëtarin këtu një javë,
Më Po mos përbulluar më- shkëputje 2-3 javë nga ande, sa të Absolutisht. shkosh, jet Edhe lag një te, javë jet lag tjetër, ande. po. 72 orë udhëtim është Australia në praktikisht, domethënë për e ka thënë Besar Berisha që më duhet të sakrifikoj 2-3 ditë. Pra Për nëse të ardhur. nisem sot, Vetëm udhëtimi. vetëm Po, udhëtimi, po. pastaj të mësohesh me orarin. Absolutisht shtatë, po. aklimatizimi, përshtatje me orarin e gjithë gjërat. Po Pra ju mos ndoshta ju mos shkoni kaq uzuni larg, është- domethënë, po pse shkojnë, unë s'e kam kuptuar ndonjëherë, pse shkojnë futbollistët shqiptarë dhe futbollistët e Kosovës në Ukrainë dhe në Rusi. Më fal, po ç'është shkohet në Rusi përveç parave? Dakor. Po, Dakor, përveç parave. Dakor, ti jemi Vetëm për profesionist. Absolutisht. Nga ikin, Altin. Po ç'si ka nga ikin? Ka rëndësi, se nëse është vetëm trampolin për të shkëputur nga kampionati shqiptar, atje edhe më pas për të përdorur për trampolin, është një zgjedhje kjo. Pra shkojnë nga Europa, shkojnë në Rusi apo nga Shqipëria. Po dakor, çiko, ç'është që Është ndron. trampolina e parë për karrierë për të shkëputur Ç'është që pastaj për ndron të këtu ardhur se në Europë. për shembull un kur diskutohet shpesh për fëmijët se dal nga dal fëmijët po rriten dhe njeriu duhet mendoj për shumë gjëra në të ardhmen. Unë i them shpesh prindërve që kanë fëmijë futbollistë. Nëse ai fëmijë është 14, 15, se 16 mund të jetë shumë vonë, po 14, 15 vjeç. Unë i them njerëzve shpesh, kur seni diçka, merrni makinën, shkoni deri në Kroaci, te Dinamo e që bëni një Zagrebit, provë atje. gjejmë 2-3 kontakte e gjëra të tjera nëse kemi mundësi të gjejmë atje dhe atje ka është besnik prej nga një zbulues talentash, ai e ka marrë mirë të Uzunin dhe kujtojmë që Uzuni u shit për nga 300.000 euro nga Laçi tek Lokomotiva Dinamo. Zagrepit, Lokomotiva? nga Lokomotiva Zagrepit, nga Lokomotiva Zagrepit shkoi për 1.8 milion euro tek Ferencvaroshi, Në nga Hungari? Ferencvaroshi Në Spanjë? në Spanjë te Granada të 5 milion euro. Pra ky është progresi dhe ky është suksesi. Kështu që unë i them shpesh, merrni një rrugtim të tillë, shkoni për 2-3 ditë, një javë, qëndroni atje dhe atje ka specialistë sepse Dinamo e Zagrebit, po dhe Lokomotiva e Zagrebit, po Dinamo e Zagrebit sidomos është një nga 6 akademitë më të mira Po. Fidanishte. fidanistët në botë, bashkë me një në Brazil, bashkë me Interin, me Ajaxin, me Manchester United, me Barcelonën. Domethënë është një nga ato 6. Aty ka ushtallar të cilët thon ato të vërtetën e hidhur, pra nëse Nuk fëmia bën, yt është i kthe mirë. kokën nga shkolla. Jo, fëmia yt është i mirë, lere këtu hajde të firmosim, Po. edhe hajde të bëjmë një plan se kur do fillojë ai të bëj. Kështu që edhe kjo puna e Rusisë ose e kësaj. Ideja është që Skuadrave lindore. po duhet të sakrifikosh diku më burr, se duhet të sakrifikosh se për shembull më mirë të luash në një kampionat si për shembull të luash më mirë më mirë se sa të luash në Rusi është më mirë të luash te Dinamo e Zagrebit, po e them. Absolutisht. Po e te themi. Dinamo e Zagrebit nuk po them në Champions vit për vit, po në Europa League është e Absolutisht, pra sigurt. për ne po them që domethënë jo vetëm ajo, Arber po Hoxha për shembull është një rast që e ilustron kështu shumë që mirë. pse duhet shkuar në një kampionat që s'ka luhet kot, luhet për prestigj, kot, luhet për trofeun e kampionit dhe për parat. Nuk ka Vetëm lidhje. për parat. Kurse Jo, besoj Uzunin këtu bijem dakord që Uzunin e shkojnë kuptoj vetëm për sepse para. do të është në një moment që ai kërkon të maksimalizojë të ardhurat e veta dhe ai shikon ashtu Mund siç të jetë shikon. kontrata e parafundit e tij, edhe për shkak Kështu të që moshës. është kulmi pastaj i moshës, në fundit për çfarë shkoi futbollistike. John Durani në Arabinë Saudite, domethënë, kështu që është edhe goxha i ri, kështu që Shumë do të luajmë me Anglinë në datën 21 mars në orën 20:45 për të fundit herë kemi marrë një manita atje. ja, nuk e shikoj ashtu, do të jetë një ndeshje që ne duhet bëjmë shumë kujdes, sepse është një informacion i përzgjedhur nga Tuheli që është një informacion një grup lojtarësh që është interesant. Futbolli anglez është në ditë të mira, përtej zhgënjimit të Liverpoolit, po janë 2 angleze në Ligën e Kampionëve në Po, teqe. absolutisht. Janë 2 angleze, 2 gjermane, 2 spanjolle, është vetëm një italiane, është edhe një franceze. Kështu që këto janë fakte që flasin goxha. Ke një Harry Kane që është në super form tek Bayerni, ke lojtar shumë të mirë, duhet pasur shumë kujdes që të mos në shkohesh, që të mos shkohesh tek. Duhet vëmë autobusin mbrapa atë. Po jo, mos është punë autobusit, unë s'kam qenë asnjëherë tifoz i autobusit, ideja është që duhet të luash me kujdes, të luash me Për përqendrim. drejt që edhe trajneri jon se ka qef autobusin. Po të luash me kujdes, me përqendrim, mos lëshosh, mos bësh gabime, domethënë, sepse ato janë skuadra që nuk të falin ata, domethënë nuk ka Absolutisht. me ata nuk ka Një rast, një gol janë. absolutisht nuk të falin. Domethënë janë lojtarë të kalibrit Harry Kane e nxjerr golin ndaç me kokë, ndaç me këmbë, ndaç Absolutisht. në çdo mënyrë, domethënë për fizikun që ka, për atletizmin që ka, për teknikën që ka, për gjithë gjërat është një lojtar që po t'iku gjysmë hapi iku, Po domethënë. sigurisht, as bëhet fjalë. Kështu që Ka gjasa, seriozisht ka gjasa. Që të marrin ndonjë Përgjumje pikë? po, përgjumje pak, euforia atyre. Unë do isha i pak kënaqur edhe lobby. me një humbje minimale.
Ja, 2-1. ideale do ishte një barazim, domethënë, që jemi të sinqert. Ideale. Rëmbe një barazim. Ideale. Ja, kanë bërë dhe tjerët, rëmbe një barazim. Pragmatizëm dhe bëj llogaritë rrugës, pastaj shohim Serbin, shohim Andorrën e kemi, po e zem, shohim Po nëse ne në çdo rast unë besoj që me Andorrën 3 pikët në datën 24. Serbia dhe Anglia dhe ndeshja kryesore është kjo në Wembley. Ju e dini pse u kualifikuam në Evropian? Atëherë. Me një dron. Jo, u kualifikuam me një fitore në Portugali. Po, absolutisht. Absolutisht, e gjendet pa përgatitur, i morën 3 pikë, normal pastaj droni luajti rolin e vet, po ishte një fitore në Portugali. Kështu që mund të rrëmbesh diçka te përgjumi atyre, nuk janë publiku. Apo në vlerësimi, përgjumi apo në vlerësimi. Na nënvlerësojnë anglezët neve? Kombëtarja, shtypi, na shohin si të vegjël. Jo siç na kam pas parë, padyshim jo siç na ka pas parë. Ke dy europiane tani dhe në paraqitje të mira veçanërisht tek i fundit. Unë besoj që me shumë kujdes do na shohin, po uroj na shohin akoma pak kujdes dhe të rrëmbejmë diçka në Wembley. Ndërkohë, dua t'ju pyes për numrin e fitoreve. Në këtë grafik përgatitur nga Federata Shqiptare e Futbollit, tregohet numri i fitoreve në fushatat eliminatore për kampionatet botëror, duke filluar nga i zhvilluar në Angli në 1966 e largët, ku ne nuk patëm asnjë fitore, pastaj në fushatat për botërorin e 74-ës, 82-shit dhe 86-ës kemi arritur nga një fitore, për eliminatorët e Italia 90 nuk fituam dot asnjë ndeshje në grup. Në vitet në botërorët 94, 98 dhe 2002 kemi arritur të fitojmë nga një ndeshje. Në eliminatorët e Gjermani 2006 kemi fituar 4 ndeshje, pastaj në eliminatorët për Afrikën e Jugut 2010 kemi fituar vetëm një ndeshje. Në Brazil 2014, rrugën drejt Brazilit arritëm të fitonim 3 ndeshje. Atë çka bëm në eliminatorët e 2006-s e barazuam në eliminatorët e Rusi 2018, 4 fitore, dhe në eliminatorët e fundit, atë të Katar 2022, kemi arritur të fitojmë 6 ndeshje. Mendoni që mund të... Në fakt më pëlqen kurba e 3 botërorëve të fundit, domethënë pavarësisht se mund të flasim në të nëse mund të bëjmë një paralelizëm para dhe pas Krishtit, para dhe pas viteve 2000, domethënë, kështu që mos e llogarisim atë pjesën përpara për të gjithë kulmeve që kemi pasur tek tuk, po ideja është që kjo pjesa e 3 botërorëve të fundit është pjesë premtuese dhe e rëndësishme është që ne jemi rritur, ne besojmë, ne kemi shkuar në 2 evropian, ne jemi rritur në renditje. Normalisht u krijua një situatë qesharake në shortën e evropianit të shkuar dhe me të drejtë Silvinho e tha që me të vërtetë Shqipëria tha është në vazën e dytë, por problemi është kush është në vazën e tretë dhe të katërt. Në vazën e tretë dhe të katërt ishte Kroacia dhe Italia, kështu që po nëse do të shkosh atje të kërcesh me më të mëdhenj, domethënë duhet ti jesh i bindur këtu për atë që do bësh, duhet bësh dhe llogari, është shumë e rëndësishme të bësh llogari, pa eufori, pa gjëra të tjera. Kur bëjnë më të mëdhenj, absolutisht, nëse flasim për Anglinë, unë e thash, do të ishte fantastike një barazim, një pikë shumë e mirë për ta nisur, ke Andorrën dhe pastaj në fund fare shkon prapë tek Anglia në një ndeshje e cila mund të mos ketë dhe aq shumë rëndësi sa çka. Mund të mos ketë, nuk e dim akoma, domethënë logjikisht do duhet të jetë zgjidhur çështja kualifikimit. Që do me sa seriozitet apo çështja është edhe do të jenë miqësor me ne, besoj. Jo, nuk ka. Tolerant. Nuk ka miqësor, nuk e njohin miqsinë atë. Anglosaksonët jo, nuk e njohin. Jo, nuk e njohin miqsinë ata, po ideja është që unë shpresoj që kjo pastaj do që edhe Shqipëria të jetë në të njëjtin nivel. Pra unë shpresoj që ne ti prishim punë anglisë, Serbia ti prish punë anglisë, të 3 palët ti prishin pak nga pak. Po pak a shumë sepse në fund fare ky grup nuk do të ndahet me një skuadër që shkëputet dhe shkon 5 pikë përpara. Ky grup do të ndahet nëse ne si Shqipëri i marrim një pikë Anglisë, pra i fusim një stërkëmbësh që në fillim, nuk do të jetë lehtë pastaj edhe për Anglinë dhe për të ngritur, më kupton se me Andorrën edhe me atë tjetër do fitojnë gjithë. Po fiksa, ato janë thesi i boksit. Ato pikë mos e llogarit. Aty duhet sigurohesh që nuk i humbet ato pikë. Po fiks. Barazimi është super pikë, jo vetëm super pikë. Absolutisht. Po do mundohem mos gabojnë më pas ato me Serbinë të dy ndeshjet. Absolutisht. I detyron që ata të shkojnë maksimalisht tek Serbia. Një pikë aty dhe i detyron ato të shkojnë
Pra nëse ata e detyrën. mundin Serbinë, të kanë bërë ty një nder sepse ti je në pozitë më të favorshme kundrejt Serbisë sepse i ke marrë një pikë Anglisë. Nëse ata ka bëjnë me Serbinë ti prapë je në pozitë fiks. favorshme sepse është hapur loja dhe të tre skuadrat do godasin njëra tjetrën dhe domethënë është po do shumë kujdes. Unë e shoh 20-25 minuta e para, nëse nuk psojmë gol, domethënë duhet jemi të përqendruar gjithkohën. Pse ne ja kemi marrë dorë, mund shënojmë 20 sekondat e para. S'është që thjesht. Ha? Pse Nedim Bajrami është atje tani, e një futbollin e tyre më mirë se Në mbretëri. Mirë, shkojmë në mbretëri atëherë dhe shohim këtë foton për të cilën Newcastle United priti 70 vite. Sa skuadra janë ndërtuar të Newcastle-it, kanë luajtur, e kanë lënë futbollin. Ishte njëri që duhet rokiste aty dje, domethënë Arlen Shearer ishte në tribun kur u shënua goli i parë. Jo aq but. Kërcente, Kërcente, Rapapelja, me shall. Alan Shearer e fitoi titullin me Blackburn Rovers. Po. Nuk e fitoi me Newcastle-in. Me një super skuadër, me një super trajner si Kevin Keegan, është. Po, Super trajner, super figur, po jo super trajner. Lutem. Ishin Super figur, po jo super trajner. ishin 15 pikë përpara pa e humbur për mend te Edhe kokë. super trajner? Unë jam Harakiri. Në fakt këtu më bëri përshtypje një sidomos për ndeshjen e pash pak a shumë ndeshjen dhe ishte Dan Burn. Deri në momentin që ka shënuar golin ka patur 4 raste me kokë. Dhe kjo është e pafalshme. Ky Pra ishte vinte krosi e gjente atë, ai godiste portën. Rrugë një kalimshe ishte në finale, rrugë një kalimshe. Gjithë tek porta Liverpoolit. Dan Burn ishte djali i qytetit, më fal që të ndërpreva. Nuk shënonte prej 18 a 20 muajsh, diçka e tillë, dhe u bë lojtar i parë Newcastle-it që shënonte në Wembley mbas Rob Lees diku nga 2008 për të fundit herë. Në një finale, po. Po, ju i kishit mundur për herë të fundit, 2 Par vjet vjet. përpara. Par vjet. Në Lot, FA Cup. Po, lot dëshpërimi par vjet, lot gëzimi vjet. Si ka mundësi, tani të flasim pak për humbësit që ta mbyllim me tone pozitive për fituesit, që në fillimin e javës së kaluar, Liverpooli ishte në 3 fronte. Brenda objektivave. Ishte në 3 fronte, ishte eliminuar nga FA Cupi, po ishte në Premier League, dihet, aty besoj do ta fitoj. Megjithëse dihet. Dihet. Okej. E shënuam. Edhe Arlindi ka thënë që kampionati ka mbaruar, por nuk e di domethënë. Deri te Nottingham Forest ka mbaruar edhe për Ligën e Kampioneve. Pjesa tjetër pastaj poshtë për të luftuar, po jo, nuk lutet. Mirë, është e tëra e regjistruar dhe do të bëjmë bilancet. Eliminohet nga UEFA Champions League, ashtu si u eliminua, unë edhe sot nuk e besoj, nuk do ta besoj asnjëherë se si lojtarë cilët marrin, siç e gjykoj unë, 1 milion pound, nuk arrin të shënojnë një 11 Ato ishin me fat. Dhe pastaj 10 milion pound, 5 milion pound, 7 Ato milion ishin me pound. fatër mal që shkojnë ndeshja në shtesë. Në 180 minuta ishte PSG-a, 180 minuta, 180, 210. Dakor. PSG-a nuk duhet të ishte me shtesë. Vodhën diçka në Paris para 2 javësh. Bëri detyrën shumë mirë, po e vodhën. Ishte për 6-0, 5-1, 7-1. Alisson Becker dhe njëta gjë ndodhi në Liverpoolit që ishte në. Po dhe në Anfield, shkuan fituan bindshëm në 120 minuta, nuk do të shkonte në shtesë. Faleminderit do të thonin. Një njeri që kam përshtypjen që Liverpooli, pavarësisht asaj që unë me përgëdheli e quaj Arne Klopp. Po. Sepse ishte në fakt. Kemi pyetur edhe javën e kaluar, kemi patur një nga antarët e fan klubit Bayernit, Lidi Hysin, por gjithashtu edhe Rionalin. Sa janë 1.000 tjerë do kemi të ftuar besoj. Tani kjo është detyra jote. Kjo është detyra jote që ta ekuilibrosh domethënë situatën. Si ka mundësi që Arne Slot duket sikur nuk ka ardhur tani tek Liverpooli. Po sikur ka qenë aty. Po është ajo që thamë më përpara, i fitejnë Broken don't fix it, domethënë nuk është se e prishi skuadrën nga fillimi, ai vetëm bëri disa ndryshime. Por problemi është çështja që ndon që Liverpooli fatkeqësisht nuk ka një 11 të dytë. 13 lojtar ka gjithë. Okej, nuk ka një 11 të dytë sepse shumë luks. Ne ju referuam Fergusonit, 13 lojtar. Fergusoni kishte në stol Teddy Sheringham, kishte në stol Ole Gunnar Solskjaer, kishte në stol nuk kishte në stol. Absolutisht, kur i mbante në stol ato i thonin po si ka mundësi, pse i merr këto lojtar dhe pse i djeg këto lojtar. Dhe ky thonë që Nicky Butt që tek Anglia ishte një titular pa diskutim. Phil Neville, por gjithmonë ishin Phil Neville pastaj ishte, lojtar normal.
Geri po. Ky vllai tjetër nuk e di Jo, as më ka pëlqyer asnjëherë. Asnjëherë dhe ato vazhdojnë të investojnë. A ideja ishte që u krijuan kur e pyetën Fergusonin pse i mban stol, ai u tha shiko, unë luaj shtunë, të mërkur shtunë. Dhe normalisht nuk mund të kërkosh nga të njëjtët lojtarë që brenda 7 ditëve, 8 ditëve kalendarik të bëjnë 3 ndeshje dhe për shembull ndeshja e PSG që ishte ndeshje e lodhshme, domethënë super e lodhshme. Kështu që nuk mund të duhet kesh resorse, duhet kesh burime, kështu këtë ka bërë dikur me Milan i mbante Savicevicin stol. Absolutisht. Çfarë më kujtove? Domethënë, kështu që çfarë skuadre. Kështu që nuk sot prandaj them Fabio Capello më mbrapa. 94 në Athinë. Ai vërtet, 4-0. Ajo me Barcelonën, me Johan Cruyff. Manita kjo. Ajo nuk e di, ajo quhet Manita. Atëherë nuk dhe spanjollët nuk e dinin Manita. Ja, po nuk ka si gjë aksidentale sot, domethënë sot ka planifikim, sot ka dhe në një moment caktuar fillon e shfaqet kjo pjesë, domethënë siç e pa. Pra titulli për Liverpoolin. Ti the që për një javë Liverpooli humbi 2 trofe të rëndësishëm. Pra titulli në Premier League mund të quhet Titulli është misioni i përmbushur dhe ideja është që nuk është sezon pozitiv. Nuk është keq si sezon, domethënë përtej faktit që humbi finalen e Kupës Ligës, në fakt Kupa e Ligës është një kupë që nuk është se kanë dashur shumë. Këto kohët e fundit ka marrë shumë City ka marrë shumë. Po Liverpooli është skuadra që ka fituar më shumë, ka 10. 8 ka City, Arsenal po ashtu për trofej ishte gjithsesi, trofej për më tepër pas zhgënjimit. Shiko, është një trofej që shumica e quajnë trofe ngushëllues. Po, ato do dilin në autobus të hapur në Liverpool, ta garantojnë me double. Po sigurisht, as bëhet fjalë. Me double, po. Po pra, me këtë trofej. Jo vetëm me këtë. Jo vetëm me Kupën e Ligës, domethënë nuk dilin me double. Kupa e Ligës është një kupë ngushëlluese, bile shiko, duhet mbash mend një gjë. Arlindi ose më saktë, për Arlindin ngjyra e kuqe më e bukur është në Manchester. Të gjithë të kuqet e tjera pasaj dhe sidomos ajo në Liverpool janë kështu pasaj të shplara. Janë kështu. Po jo, shiko, edhe Manchester dhe Liverpooli janë dy klube. Nuk janë dy të kuqe njësoj. Po nuk janë të dy të kuqe njësoj, po çështja është që Liverpooli është një kundërshtar që meriton respekt. Atë e ka i, po. Është ndryshe nga Manchester City, është ndryshe nga Chelsea, është podcast, kam respekt. Sa bëj më tepër. Po tifoz me ata nuk bëhet dot, domethënë. Mirë. Ndërkohë shkojmë tek se nuk është luajtur vetëm në Angli. Kupë në Angli, është luajtur edhe në kampionat. Dhe dua të shohim këto ndeshjet e të dielës. I lëm të shtunën. Ka patur 2 ndeshje derbi në Londër, sepse edhe Fulham Tottenham është një derbi. Dhe më pëlqen ka 8 skuadra Londra. Absolutisht. Në Premier League. Crystal Palace, sido që të jetë domethënë. Në mos një javën tjetër do ketë derbi. Arsenali fitoi me Chelsea me një gol të Merinos dhe ndërkohë Fulham mundi Tottenhamin 2-0, ndërkohë që Manchester United bëri detyrën me Leicester City 1-0 tani si ka mundësi, ma tregon pak ta ngacmoj për Ruud van Nistelrooy, sepse 4 ndeshje që e drejtoi Manchester United ai bëri mirë. Tani ai shkon tek Leicesteri, ju i vini hakut, nuk e lini që po 2 fitore kemi bërë këtë sezon, të dyja me Leicester, brenda jashtë. Dhe ndërkohë, 2 të parat kanë një diferencë për 12 pikësh, por folëm tashmë që titulli. Ja, kjo ishte e rëndësishme për Arsenalin, sepse domethënë ishte edhe në aspektin psikologjik që të konsolidonte atë vendin e dytë. As Arsenali vetë nuk e beson më që arrin Liverpoolin, domethënë. Kjo është pak po e sigurt edhe. Ndërkohë që Manchester United, ne të gjithë i pyesim këtu të ftuarit tan, sigurisht për historinë, për atë që përfaqëson. E kam ndjekur që nga 93-shi. Si ka mundësi një skuadër e tillë me kaq shumë para, domethënë ajo edhe pse megjithëse Arlindi thotë që aty është abuzuar pafund. Edhe pse është abuzuar pafund, keq menaxhuar. Keq menaxhuar, po. Mirë, sinonim është. Atje. Abuzimet janë në Shqipëri, po super keq menaxhim. Dhe si ka mundësi që kjo skuadër prapë ka stadiumin plot, prapë shet pafund, por nuk gjen dot 11 lojtar, 11 ndoshta janë shumë, por nuk gjen dot 5 lojtarë që të jenë bosh i skuadrës, dhe nuk gjen dot një trajner që këta 5 lojtarë. Ta fillojmë nga e dyta në fillim, domethënë që dalim. Ten Hag nuk ishte trajner. Me drejt Mourinho ka patur një batutë dikur që trajneri i madh është ai që e tregon veten kur merret me lojtarë të mëdhenj. Sepse lojtarëve të mëdhenj nuk ke ç'të mësosh. Lojtarët të mëdhenj duhet t'i administrosh, duhet t'i marrësh maksimumin e tij. Ten Hagu tregoi që ishte një trajner mizerabël në këtë aspekt, domethënë unë pavarësisht se Ronaldo mund të ketë mëkatet e veta, çfarë do lloj gjëje që mund t'i vesh përsipër, domethënë është një atlet i jashtëzakonshëm.
dhe unë e respektoj shumë për atë që ka arritur në karrierë, edhe se si e ka arritur në karrierë të punë. Absolutisht. Ka patur edhe fatin që e ka prekur domethënë është shpreha, është një shprehje popullore e preku Hizri, domethënë ka prekur njeriu I shenjtë, Alex Fergusoni. Vërtet, absolutisht. Dhe çështja është që mënyra se si u soll me Cristiano Ronaldo. Mungesë respekti ishte Absolutisht. shumë. Të gjithë ka patur kundërt. Më falni për shprehjen, por ishte shumë bastarde mënyra dhe kjo tregoi që ai pastaj gjithë krisjet që ai ka krijuar në atë klub akoma nuk I mbush dot askush, domethënë. Dhe me të drejtë unë Amorimin e mirë kuptoj tek pjesa që është një trajner që mua më pëlqen. Nuk është se kam parë që ka bërë, këtë sportivun ka bërë atë që ka bërë, po sportivi realitet tjetër atje skuadra. Po jo se këtu është Po. Momentin që ulesh aty, po, aty ke gjithë peshën, projektorët të gjysmë të keqes, po ke gjithë hekurat sipër, domethënë peshat sipër, domethënë nuk ka asnjë ashtu po. Çështja është që ai unë them që tek Manchester duhet të rindiqet shembulli I Alex Fergusonit, se Alex Fergusoni ishte pronari I Manchester United. Ishte njeriu që kujdesej nga kopshtari, nga lulishtari nga absolutisht. Pra ideja është manager, shkurt Po, të shqip. absolutisht. Manager. Siç ata e quajnë. Coach ka sa dush, trajner ka Po, sa dush, fix. manager. Ai njeriu duhet të Coach marrë. kishte Carlos Queirozin ai po. Po, absolutisht, ai kishte një vjet Carlos Queiroz mbrapa aty domethënë ai mbante Brian Keating që ishte në vetvete një trajner shumë I mirë, siç e tregoi te koha, domethënë kishte një strukturë të tërë mbrapa, po çështja ishte që team assistant coach etj. Nëse ti beson vizionit të këtij njeriu, duhet I lësh gjithçka atij njeriu, pra merkaton t'ia bësh ti, jo ti sjellësh me parashut apo ti thuash kam përshtypjen që në RTS 24 duhet ta keni bërë si kronik ose të paktën e ke lexuar. Më pëlqeu ajo çka e përmendëm javën e kaluar. Çka tha njeriu më I pasur I Anglisë tani është aksioner. Jim Ratcliffe, Okej, shumë mirë, nuk e harroj. Amorimi nuk është njeriu po, Sir Jim, nuk duhet gabojmë me këtë. Nuk është njeriu perfekt, por është trajneri I duhur për ne. Po. A mund të jetë kjo një shenjë, një bashkëpunimi të gjatë? Fillimi I një rrugë të gjatë. Nëse ata e kanë marrë Amorimin për ta hequr në fund të sezonit, ky muhabet është karagjoz komplet. Jo, nuk e besoj. Kështu që nuk lodhemi kot që diskutojmë në këtë pjesë. Amorimi duhet lënë të punoj, por që duhet lënë të punoj, duhet I krijosh të kushtet që të punoj. Aktualisht nuk po I krijojnë kushte, madje edhe po e sabotojnë me mënyrën se si po administrohet klubi me ato budalliqet e kursimit të ushqimeve, gjëra të tjera, domethënë nuk po falimenton Manchester United sepse po blen më pak apo më shumë fruta për stafin, domethënë të lutem, nuk është 1 milion pound do të kursenin në vit me heqjen e ushqimit. Simbolik. Nuk është simbolik. 1 milion pound është një ndeshje Manchester me 74.000 tifozë të shitur që janë vetëm, birrat shiten. Po është simbolik kjo, simbolik që këtu po ndryshojnë diçka. Dhe do të ndryshojë diçka, do jetë e dhimbshme. Po ndryshon gjëra gabuar është halli. Rriti mencionohet, kemi arritur sa lojtar kanë nxjerr Manchesteri që I kanë skuadër nga akademia sot. Ishin me trim pothuajse, ti shifje 4, 5, 17, 18 vjeçar, nuk po them që ishin nivelin e United apo do ecin të gjithë. Për paktën është një hap. Po nëse fitohet një nga ata është diskutohet kjo. Dhe ai do jepet kohë, jam bitë që do jepet kohë. Kategoria nuk po bien dhe nuk ra seriozisht. Jo. Ishin në rrugë. Ishim aty. Jo, ishin. Ishim aty. Nuk e do mendoj. Ishim aty. Matematika mund të rrezikoj, por nuk mendoj që. Jo, sepse rreshkitja ishte shumë e keqe, domethënë rreshkitja ishte që po shkoi nga keq në shumë keq, akoma më keq. Si dje, por këto edhe nëse vijon në Europë, dyshim që do mbështetet vitin tjetër me lojtar që dëshiron ai. Se di, unë nuk e shoh. Domethënë unë fatkeqësisht pjesën e merkatos, emrat që shohim në merkato që lakohen që është folur vetëm për një Gyökeres. Po mos prit emrat më mëdhenj, as sezonin e dytë aty. Mos prit emrat më mëdhenj. Por prit skuadrën e atij. Do të jetë skuadra e atij. Mos prit emrat më mëdhenj, skuadra e atij dhe nëse shkon në top 4, për mua ka filluar ngjitja. Si qoftë Liverpooli ka bërë maksimumin 3 vite, kemi diskutuar këtë 4 vite me marsh të 6 Kloppi me aq lojtar me marsh të 6 ndoshta ka pasur dhe prurje, ka marr Diazin, ka marr tjetrin, ka pasur dhe prurje Liverpooli, nuk ishte vetëm një grup I fillimit. Po dhe ikën, po dakord, po çështja është që unë ke Manchesteri nuk shoh asnjë strategji merkato, nuk shoh asnjë, domethënë është për të ardhur keq sepse nuk arrin të
të ndalen një moment, marrin frym dhe të heqin dorë nga këto budalliqe të tjera, të shohin pjesën sportive. Pjesa sportive është pjesa që po çalon tek Manchester United. Nuk është çështja 1 lojtar, 2 lojtar, është puna si do shkojmë, ku do shkojmë, si do shkojmë atje, si do e bëjmë, Patjetër, si do e për arrijmë. sa kohë do shkojmë atje. Po. Ja, po jetë esenciale, si sa kur. A pse. mund të shkojë në Europë vitin tjetër Manchester United nëpërmjet Europa Ligës? Pra po të pyes sa do ta fitojë apo jo Europa Ligën. Ajo është e vetmi alternativë që kanë. Domethënë nëse do që shkosh në Evropë, do të shkosh me të, sepse pa Evropë nuk ka para, pa para nuk ka Investime, nuk ka lojtar, investime, emrat nuk ka- më dhejnë që tham. Plus edhe Kështu që- borxhet kanë rritur 1 miliard. Skandal, skuadër më e pasur. Dhe dalën te Liverpooli pastaj, pa borxhe. Pse s'marrin lojtar? Pse nuk rinovojnë? Seriozisht. Liverpooli e pati thënë me kohë atë pjesën e pati përmbledhur Jurgen Klopp që unë nuk bëj blerjesh të çmendura, domethënë ne nuk jemi në atë pozicion që të bëjmë blerje të çmendura siç bënte për Enzo Fernandezin në E Chelsea. vërtet. Po Që dakor. i shkoi mercato e janarit Chelsea i shkoi në një moment caktuar Po. 200 milion pound, domethënë për 4 lojtar, për 5 lojtar. Nuk mund të Jo, nuk mund të okej, bësh- si politike kuptoj këtë unë Liverpool, po prap flisim që janë vetëm 13 lojtarë që po luajnë me marsh 5, 6, 3-4 vitet e fundit. Po dakor, më shiko, çështja është që çështja ke Manchesteri Borxhen, është okay? çështja ke Manchesteri është që borxhet e Manchesterit nuk kanë ardhur prej Manchesterit, borxhet e Manchesterit kanë ardhur prej Pronarve. prej pronarve, Glazerve, kështu që Super është djem. ja, Morën borxh, blen United 500 milion. Mund ta shesin për 7 miliard. Fitimet e United i marrin dhe shlyen bankat. Shumë mirë. Çfarë biznesi. Janë Paratë e tyre nuk i janë prekin. Amerikë. S'kan prekur asnjë gjë praktikisht, kanë dhënë lek për United, padyshim tjetër që menaxhimi dhe i lan dhe menaxhimin ja lan njerëzve të gabuar, që dalin te keq menaxhimi dhe jo te abuzimi, Po. dhe dalin te 1 miliard minus. Dhe ndërkohë kërkohen 2 miliard për një stadium 100.000 vendash. stadiumi është vetëm investim që mund t'ia vlejë në fakt, kështu Që që të paktën nga renderat e prezantuar ishte një mrekullim më vete. stadiumi mund t'ia vlejë, domethënë sepse edhe normalisht që jetojmë në botë komerciale dhe është e sigurt që për çdo neshit Manchesterit aty ka shumë kërkesa se sa shiten biletë. Siç ndodh me Bayernin. Radhë gjatë. Kështu që Absolut. Radhë kështu gjatë. që është ajo është për jo se do të bëjë një dyshim të madh kjo puna e 20.000 venxheve më tepër, domethënë se është 74, 74, 74 do shkojnë 126, po thotë 33% më shumë për Jo, Ndryshon ideja një është faqe. ndryshon. Stadiumi i ri do ketë tjera facilitete tjera, gjëra evente të tjera. ndryshme, gjëra. Pra nuk do të jetë thjesht vetëm stadium. Po s'është puna vetëm aty, është puna që do jetë një burim shumë i mirë financiar për klubin Tottenham. dhe Shembull, Reali Madridit Tottenham. Fiton Pas më shumë suksesshëm, u zakonshëm. me stadiumin, me ëh? stadiumin e ri, çfarë kanë bërë mrekulli nga aspekti financiar. Po, Lëmënjan, gjithmonë. Postecoglou dhe Po. Po mirë, Ku nga ana ndodhet, sportive nuk është se aspekti financiar super investim. ana sportive më keq për trajnerin sepse më zhdukur gjithnjë një trajner premtues, trajner interesant, nuk e di domethënë është një greko trajner. australiani që në Skoci bëri mirë, po nivel tjetër. Jo, aty, jo, si do që absolutisht, po ideja është që nuk ai Tottenhami ka ca probleme tjera që i përmblodhi Antonio Conte në atë shpërthime e tij. Mourinho i ka Po. përmbledhur. Po, Ajo Mourinho. Jose është akoma më bukur. Kështu që 2 ditë përpara finales moqën mua dhe ndërkohë që s'kan asgjë, s'kishin asgjë dhe vazhdojnë mos kenë asgjë në kabinetin e trofeve. Kështu që Atëherë, nga Ishulli në do të Gradisha. shkojmë në Gadishull. Zonja e vjetër është mundur tamam si zonjat nga Fiorentina dhe pash një koreografi të tifozëve vjollc, Juve. La vecchia signora nuk është Ë? saktësisht zonja e vjetër. Okej. Është e moshuara e vjetër. E domethënë. moshuara e Kështu që- vjetër. Pra e ka keq trajtuar Fiorentina. Po jo, mas është puna vetëm ke Fiorentina, domethënë unë duke pasur për te rezultateve të kësaj jave dhe për te renditjes në këto sezonet e fundit që ka fituar qoftë Interi, qoftë Milani, qoftë Napoli, më shumë se sa e kanë fituar skuadrat, këto skuadra që kanë fituar. Kampionati më saktë ka mbetur në dorë. Pra ideja është që Milanit më shumë mendoj unë. pa edhe i mbetin në Interit, dorë. po edhe Napolit se u shkëput që në fillim iku dhe pastaj kur u kujtuan ta kapin se kapin dot më etj. Çështja Mirë, ajo ka merit që u shkëput apo? Çështja është këtu, më thoni një lojtar të Interit që mund të luajë tek Real Madridit. Po s'ka, nuk ka asnjë lojtar të serisë A aktualisht, mendoj unë.
Po jo, që mund. që është Interi që është skuadra që ka organikën më të mirë. Realisht ka organikën më të mirë. Nuk e mendoj. Prandaj pra them që Ndoshta Lautaro, po Ku përplasen Champions League? Do vetëm final do përplasen. Reali nëse shkon. po. Me Dhe nëse Interin. merr Interi, jo dalet e pjesa që nëse s'bën asnjë lojtar i Interit atje. Çfarë thot nëse e merr Interi? Që gjithë lojtarët e Interit janë më të mirë se të Reali? po jo, dakor, ideja është nëse tjetër gjë dhe lojtarët tjetër gjë. Nëse dakord, çështja është që jo më se edhe ekipin e bën lojtarët, por çështja është që unë e bëra si paralelizëm për të thënë diçka tjetër, është ajo që po flasim për pjesën financiare. Në Itali nuk shkon Mbappé, në Itali nuk shkon Bellingham, në Itali nuk shkojnë më këta. Nuk shkojnë më të mirët. Do të thënë ti Interi mburet me një skuadër me parametra zero. Një skuadër me parametra zero do të çojë deri në një moment caktuar. Ka patur Juventusi do të çojë deri në finale, siç Juventusi ka fituar merte. Juventusi ka fituar 9 vjet Ligën e Kampion, Serie A. Ka dalë 2 herë në finalet të Ligës Kampionëve me Barcelona dhe i ka humbur. Pse i ka humbur? Sepse Juventusi kur shkonte në Evropë, përtej dominimit, shkëlqimit që kishte në Itali, Juventusi vuante mungesën e konkurrencës. Juventusi vuante sfidën, nuk kishte sfidë Juventusi atje. Dhe për këtë arsye Juventusi e vuante. E njëjta gjë është dhe me Interin, e pa me Manchester City-n. Ishte skuadra më e mirë në fushë. Interi trofeun e fitoi Manchester City. Pse ishte Manchester City më i mirë? Nuk ishte më i mirë domosdoshmërisht. Po çështja, në mbrëmje, 90 minuta gjithçka mund të ndodhi. Po të mos jetë Lukaku, po. Po çështja Po çfarë kemi Lukaku? Po jo mos kam asnjë gjë me Lukaku, por është lojtar fatkeq i shkretit, domethënë, kështu që funksionon vetëm me Conte. Chelsea, Everton, United, Inter, Roma, Napoli fatkeq. Pa jo mas është puna Inter, nuk është se ka bër maksimumin. Po fati ka buzëqeshur shumë më tepër se sa që meritonte. Shika, në një moment caktuar, në moment kur hyn atë qarkun aty lart, domethënë aty qëndron shumicën e kohës, kështu që po ti je pak i zgjuar, Po ky është problemi i futbollit italian, edhe unë këtë e shoh problem, vetëm një italian në 8 skuadra më të mira të Evropës është për të ardhur keq. Kështu që ngritën euron këto italian. Këto merret e Anglia ti, seriozisht, në 21-shin. Kush nga italianët do shkonte? Asnjë. Po s'ka të bëjë pjesë, domethënë. Ja ku jemi. Po nuk ka të bëjë pjesë. Ai domethënë sa i përket evropianit, domethënë të 2000 se mos shënoj Thomas Mülleri, po. Grabitje thot. Po të kishe shënuar Thomas Mülleri as në finale nuk të shkonin. Nuk kishim rehat seriozisht atë vit. Ja, shiko, për evropianin e fundit, domethënë unë e thash atëherë që 21-shin fundit. 21-shin e humbi Anglia. Kjo është pak po e sigurt. Se humbi Thomas Mülleri? Në 24, në 24, nëse do të shënonte Thomas Mülleri, në 24 skuadra që do të fitonte ndeshjen Gjermani Spanjë do të fitonte trofeun. Fituesja. Pa ç'si ka, domethënë edhe me arbitër pa arbitër, po. Po UEFA doli 3 muaj mbrapa tha na falin tha po. Po gabuam. Ishte nushe pak shtatzan tash. Nuk kërkoi. Ndjes FIFA. FIFA 2010-ën. Aha. Po në 1966? Nuk duket asnjë gjë e qartë, si duket as nga e çkeme të. Jo, duket që çkeme të. Po të fillojmë të luajmë shak kështu. Po si duket? Po të fillojmë të luajmë shak. Po skocezë shohin që topi ka kaluar as tjetër. Po 2010-ën 3 metra. Jo, 3 jo. 1 metër ishte, po do duhet ta shpaguanin atë 66. Okej. Absolutisht. Nuk kështu që aty te 2010-a u bëm 1-1. Pastaj përpara dhe mbrapa. Pastaj nuk keni pse Is it coming home? Kjo është pyetja e madhe. Home apo Hoam? Home apo Hoam? Do të ndajmë. Ka problem fare. Pastaj ne jemi barazime edhe me stadiumet më Olimpiku i Muniut nuk është ja, stadiumet i kanë të dy. Po Gjermania ka fituar ndeshjen e fundit në Wembley. Pastaj Anglia fitoi ndeshjen e fundit në Olimpikun e Muniut. Shumë e bukur ishte shtatori 2001-shit. O zot sa e bukur. 5-1. O zot sa e bukur. Mirë. Shkojmë në Spanjë. Flasim në Spanjë, këtu të paktën nuk do të zihemi fare me njëri tjetrin. Këtu jemi të gjithë neutral. Mos vë bast. Reali Madridit fiton pas 66 orëve, dhe këtu do flasim për ato skuadrat e dyta, ndaj Villarrealit. Me njerë pas vërshëllimës së fundit, lojtarët e Realit shtrihen të raskapitur
në fushën e lojës dhe në konferencën për shtyp Ancelotti sulmon federatën, La Ligën më sakt, dhe thotë që i kemi kërkuar disa herë që ta shtynte ditën e ndeshjes, nuk e bëri këtë. Ndërkohë që Atletico e Madridit, një ditë më pas, deri në minutën e 70 kryesonte 2-0. Edhe pësonte 4 gola në 28-29 minutat e fundit plus E pashat ndeshje, ishte një ndeshje pak a shumë e njëjtë me ndeshjen e mëparshme që bën ishte ku kaloi Atletico 2 gola para barazoi Barcelona. Atletico është një super skuadër për mua, unë s'kam fare qejf trajnerin e Atletico sepse ka qenë një lojtar mistrec dhe skuadrat e vet ashtu i ka bërë. Edhe trajner mistrec është ai. Ashtu është, pra, po prapë respektoj te pjesa. Nëse e mban mend sjelljen Po jo, me se tifozët e Juventusit. ishte barazimi 4-4 me Barcelonën. Ishte minuta e 6 shtesë, ishte minuta e 6 shtesë. Dhe ndërkohë që Hansi Flick qëndronte i heshtur në Po mirë, ashtu ka. Ashtu, ky i kërkonte skuadrës të sulmonte. Po Hansi Flick i shënoi 8 gola Barcelonës dhe nuk reagonte fare Çështje karakteriale. Hansi do të mësoj të festoj. Feston shumë tuar. Ai feston si një fëmijë. Po, ai feston si një fëmijë i lumtur. Rapuar anash. Shumë do të rregulloj festimin, seriozisht. Jo, Barcelona është në një pozitë favorshme, ka luajtur një ndeshje më pak, është 3 pikë përpara, do të varet shumë nga ndeshja direkte me Realin në kampionat, domethënë, këtë me Atletico. Nëse e marrin në mbyllin kampionatin. Po, jo, se edhe mund të rrshkas këmbë, se ka rrshkitur këmbë se skuadrat një nga skuadrat e vetme që e kanë ndalur Barcelonën shënoi këtë sezon quhet Leganes, domethënë që është futja kot. Gjithë këtij muhabeti sepse ta pyesësh një shqiptar kush është Leganes, nuk e ka parë asnjëherë të luajë, po është skuadra që e ka ndalur. 2 skuadra kanë ndalur Barcelonën që të shënoi këtë sezon dhe njëra prej tyre është Leganes, kështu që ajo rrshkitja këmbës mund të ndodhë kujdo. Unë mendoj që Hansi nuk bën dy herë të njëjtin gabim. Se di, në fund të sezonit sepse është Liga Kampioneve brenda, është ajo lodhe që the ti domethënë. Janë lojë për treble-in. Janë lojë që është e vështirë pjesa kur të hapesh të shpërqendrohesh edhe lojtarët se shkollaj ti. Tani fillon kampionat, tani fillon finishi. Asnjë trajner nuk ka fituar 2 tripleta. Asnjë trajner nuk ka fituar 2 tripleta. Mund bëhet Hansi i pari. Nuk do doja, po në fund fare, nëse do ta fitonim Championsin, më mirë ta fitonte Hansi tripletën. Okej. Ja, do ka si Gjerman tjerë për shembull që mund të dyzoje, diku tjetër në lojtar bëhet si maj që ndërmbrojtës fitonte, kudo që tjetë. Ku që vetë që është jashtë. Jo, Gjerman po. Gjerman po është Reali, po nuk dua ta fitoj Rudigeri. Jo, nuk dua ta fitoj Rudigeri, ma ka prishur qefin sidomos festimin botror me Japoninë. Ke parasysh atë vazhdon ta bëj akoma. Bën akoma, edhe të gjithë këta Realit me Atletikon e imituan. Pra, nëse nuk e fiton Bayern UEFA Champions League, le ta fitojë. Liga Kampioneve ka ende rrugë për të bërë, domethënë janë 8 skuadra që janë pak a shumë të njëjtat parametra dhe nuk të asnjëra nuk të fal asnjë gjë, domethënë. Absolutisht. Po tani siç ka ardhur puna. Me të vërtetë që Bayerni mund të mos jetë tek niveli Barcelonës, po në një ditë të caktuar, në një fazë caktuar janë me stofin, me gjithë gjërat e tjera, kështu që me faktin që finale do të luhet në Munich, domethënë që është një shtysë tjetër. Po Hansi djali i shtëpisësh, nëse do ta fitonte. Ja, mos ka gjë, let vita shoh si tifoz, nuk ka problem. Do të ka 5 ditësh edhe Atletico si Liverpooli? Po, absolutisht. E dhimbshme. Edhe Atletico është fizike dhe psikologjike do të jetë super goditje. Është një skuadër që po të mos kishte dalë Reali përpara, Atletico do kishte shkuar lart. Po të mos kishte dalë Reali. Ishte shorti pak po themi. Ishte shumë i pamëshirshëm shorti. Atë formulën që e bën, në fakt ato formulën për Realin e për Bayernin e për këtë e bën, po Bayerni Reali e ndritën domethënë gjatë rrugës, kështu që e gjetën vendin edhe PSG e njëjta gjë. Po, e vërtet. E fundit, është kualifikuar e fundit, 21-22, domethënë diçka e tillë ke te metët e fundit. Ne kam pëlqeu një postim për Liverpoolin, për vendin e parë në fazën e ligës dhe ishte rezultonte 7. Kurdo? 7-7. 7 ndeshje, 7 fitore, para se shkojnë 8. Rezultonte vendi i parë më i padobishëm në historinë e UEFA Champions League. U faktua pastaj të ndeshje knockout-it. Se çfarë ndodhi me atë. Mirë. Kemi kaluar 60 minuta që flasim për futboll. Të kalojmë tek 4 rrotat. Ka filluar fundjavën që lan pas sezoni i ri në kampionatin botror të Formula 1. Lando Norris e ka nisur aty ku e la bashkë me McLarenin, ka bërë gjithçka
në çmimin e madh të Australisë që kthehet të jetë gara e parë sërish në Formula 1. Pole position ditën e shtunë, fitoi garën ditën e diel dhe u shpall edhe Driver of the Day, piloti i ditës, pra i votuar nga tifozët. Driver of the Day e shpallin tifozët. Është ajo që diskutuam deri tani, domethënë është projekti. Është i vetmi projekt në Formula 1 që është ndërtuar, është testuar, ka dhënë rezultate dhe ka pasur një ngritje dhe jemi tash tek pjesa që ky është padyshim favorit kryesor për titull këtë sezon, domethënë nuk Ferrari ka ende punë për të bërë. Sfida më e madhe për mua, tha Hamiltoni mas garës, është që ta marrë makinën larg murit sepse aty donte të shkonte. Kështu që ajo, kështu e tha shprehimisht, domethënë ajo makinë ende ka probleme dhe duhet kënaqen me ato pak pikë që morën, 5 pikë që morën. McLaren është një skuadër, një projekt i mirë, duhet vetëm të shmang një Sergio Perez që po i ndodh me Piastrin. Domethënë Piastri duhet përqendrohet tek pjesa që nuk i lejohet bëj atë që bëri, sepse pista ishte e lagësh për të gjithë, nuk ishte vetëm për Piastrin, ishte edhe për Lando Norrisin, ishte edhe për Verstappen dhe për këto. Nëse do të matesh me më të mirët, duhet të jesh aty sup me ta. Unë mendoj që Piastri nuk është në të njëjtin nivel të. Prandaj thashë duhet shmangin një Sergio Perez, pra jo një njeri me hën, po një njeri që t'i rrisë. Vlerësove shumë, unë tërheq Piastri, nuk po them që Jo, është shumë premtues, është shumë i mirë, po të përqendrohet. Pa lidhje me Unë mendoj që ai do të ishte një pilot i dytë shumë i mirë. Do kthehem për një moment te Carlos Queiroz, jo gjithmonë do duhet bësh Sir Alex. Ti mund të jesh një asistent shumë i mirë si Carlos Queiroz dhe mund të jesh shumë i suksesshëm. Pra ti mund të jesh një Rubens Barrichello shumë i mirë. Shumë i mirë. Nuk ka asnjë problem tani. Schumacher është tek. Po. Lewis Hamilton, se Schumacher është atje ku është. Lewis Hamilton është një, nuk do të ketë. E kuptoi Nico Rosberg. O ishte, po themi, egoist, inatçor, revanshist, hakmarrës, konkurrent. Jam dakord. Por jam dakord. Sa e kuptoj e lat po, domethënë fitoi titullin dhe e mbylli, s'kishte më se e pa. Ndaj, edhe Oscar Piastri është një pilot shumë i mirë. Prandaj duhet përqendrohet, McLareni ja barazoi rrogën me Lando Norrisin me rinovimin në prag të këtij sezoni, paguhen të dy nga 20 milionë. Jo, në fakt McLareni duhet përgëzuar për pjesën që i ka lënë sportistët e vet të garojnë në kushte të barabarta, ndryshe nga të gjitha skuadrat. Deri më tani ndryshe nga ka patur McLareni. Mercedesi, s'ka ndodhur asnjë Mercedesi. McLaren Mercedesi ka pasur. Nuk ka patur asnjë gjë për plasën. Po mirë, prapë ja kanë kërkuar t'ia hap vendin, druaj për këtë, po Senna Prost kujton atë binomi më që e ilustron më së miri këtë tek McLaren që garonin të dy dhe 16 e Mercedesit, Rosberg dhe Hami. Po Rosberg e kuptoi, arriti ta kuptonte që stop nuk mund ta. O do bësh numrin 2 ose s'ka. Megjithatë nuk ka asgjë të keqe që ti bën një dysh të mirë, pra je një pilot që e mbështet shokun e skuadrës i cili është me diferencë më i mirë se ty. Dhe mund ta fitoni, mund ta shkelni Formula 1-shin për vite me radhë. Ishte një dysh shumë i mirë për të gjithë kapriçove. Kështu që në fakt Mercedesi ishte fituesja më e madhe e fundjavës që shkoi në Formula 1 me event të 34, ishte një Kimi Antonelit. Një event të 34, ishte një për mua një paraqitje mjaftë. Mendon do ti Arlindin që të jetë tifoz një piloti italian? Dua të shohim pak këtë klasifikimin këtu ku Kimi Antonelli për momentin këtu është në vendin e 5, por ka shkuar në vendin e 4 sepse FIA e tërhoqi penalitetin për daljen e rrezikshme nga pit lane-i në fund. Norris, Verstappen, Russell, Antonelli, Albon, Stroll, Hülkenberg e mbylli sezonin e kaluar me 4 pikë. Aq ka për të marrë, nuk ka për të marrë. Ndërkohë prit. Ndërkohë mori 6 në garën e parë. Ai po mori 20 gjithë sezonin, aq merrej, nuk shkon. Po mirë, dakord, po presin Audin ata tek Sauber. Po gara, po Audin nëse shkon me Hülkenbergun ja fut kot domethënë, nuk është. Leclerc, Piastri, Hamilton janë 10 të parët. Ndërkohë 27 pikë McLaren dhe Mercedes që dikur kanë qenë një skuadër tani janë 2. Në vendin e tretë Red Bulli që pas fundit të garës parë vitin e kaluar kishte 47 pikë, ndërkohë tani ka 18, 10 pikë Williamsi, sigurisht zhgënjim nga Carlos Sainz, Aston Martin 8, 6 pikë Sauber, 5 pikë Ferrari, shumë pak. Dhe pastaj Alpine, Racing Bull dhe Haas. Këto pra janë Aston Martin pritet për shkak të Adrian Newey
Po pritet 2026 ta besoj, tani nuk e di, po e kam përshtypjen që edhe e njëjtë gjë mund thuhet edhe Në për popën e Ferrari. re. Edhe për Ferrari, në shumë e vështirë këtë sezon që të që Hamiltoni të qofse Ferrari Afat gjatë ka qenë, padyshim, kur në shkoi Hamiltoni, nuk Po, ishte 25-a. Po dakord, Laudin po, është 25-a. supozohet që sepse u bën disa sezone që Ferrari nuk është aty ku duhet me makinë, me motor. Pra s'është punë vetëm pilotësh. Ferrari nuk po jep me makinë, teknologjikisht nuk po jep. Kështu që duhet ishte punuar shumë për këtë pjesën prapa kuintave që kur vinte Hamiltoni. Shpjegimi është që po përgatitet për 26-ën. Po Hamiltoni është 41 vjeç në 26-ën. Po ai tjetri është 54. Po sa do të jetë Alonso? 54 pra. Jo 54. 55. Kimi Antonelli, Andrea Kimi Antonelli, një italian i cili kam përshtypjen tek Mercedes, i ka bërë gjithë besojnë. Në fakt kur e pash listën e garës së Australisë, më desh ti kaloja disa herë sepse ishte një numër emrash të rinj që 4-5 rookie. Jack Duan janë shumë të rinj, cili- domethënë dhe janë pilot që Isaac që- Hadjar nuk e nisi akoma, Oli nuk e Berman. nisi fare garën, Po. kështu që dhe u janë kritikua madje nga Helmut Marko që s'kishte pse qante etj ishte e turpshme, por babai i Hamiltonit e shoqëroi për Po disa do të metra kritikoj dhe atë Antonin atëherë. Marko. që pse vajti e ngushlloi foli. Publikisht, nëse ti po qan me dënes publikisht ti çfarë jeti tani? Jo mirë. Ah, Babai djali mirë. babai i Hamiltonit tha që domethënë e ngushllova tamam si një baba për atë moment, por Helmut Marko është një personazh shumë i bezdisshëm për ca gjëra, kështu që ideja është që gjithsesi ai është është në pozitë. agenti njeriu i besuar i Max Verstappen. Absolutisht, është Për cilin mentori i fitet tij. që ka shtrënguar duart me Toto Wolffin për 2026. Interesante Do të ishte interesante. një shkatrim i plotë i Red Bullit pastaj nëse largohet edhe Max Nëse Verstappen. çdo gjë ka kohën, çdo gjë ka kohën e vet, asnjë gjë nuk zgjat për gjithmonë, nuk është një tragjedi e madhe. Ti the që McLaren dhe Mercedesi kanë qenë bashkë Bashkë, po, dikur. e vërtet. Tani janë rivale, kështu që nuk është një tragjedi. George Russell. George Russell mua më ka pëlqyer gjithmonë si pilot. Edhe Arlindit. Tashti ka rastin që të tregoj veten. Nuk kishte ç'kuptim? kjo. Seriozisht, në shkuptim ka rastin ta tregoj veten. Ku? Si pilot i parë. Piloti i parë. Po. Edhe me Kimin me i fjalë. Nëse a merr Kimin, Ai është je pilot i parë, Ai është është arritje? Jo, ai është pilot i parë i Okej. Mercedesit dhe ai garë nuk e ka me Kimin, ai e ka me Verstappenin, e ka Ai me je piloti i Hamiltonin. parë prandaj. Pilot i parë i Mercedesit, po çështjen ai garë nuk e ka me shokun e vet skuadrës, ai Ecim garën. tani. Garën Tani e ka. flasim. Garën e Tani ka. flasim. Çfarë pritet nga ai? Në fakt, po të shohësh garën e parë ishte një garë solide e Mercedesit, domethënë nuk bën gabime, nuk bën një gjë të madhe, po një vend i tretë i katërt Fiks. nuk ishte keq. Fiks, Duke nuk qenë bën se- asnjë gjë të madhe. S'bën asnjë gjë. Po mirë, shikoj, nuk bën asnjë gjë të madhe, po çështja është që Kimi e bëri. Piloti i dytë. po mirë, Po ai sa i Në takon të debutim. bëj. absolutisht ishte, po ne tham që duhet një dyshe shumë e mirë, duhet një shok që të vinë mbrapa, duhet njëri që ore sikur për të mbajtur dikë mbrapa në Po. rastin më të keq. Po, Të duhet një absolutisht. person, absolut nuk Për të jemi mbajtur akoma. presionin që ti tikësh dhe ta Absolut, ta po nuk fitosh. jemi akoma tek ajo pjesë, sepse është vetëm gara e parë e sezonit, po paraqitja e Mercedes, më thash që në kryet herës që Mercedes ishte fituesi më i madh i fundjavës. Për te fakti që fitoi Pasu për pilotime në fakt. Po. ideja është, shiko, mjafton të jesh në podium dhe mund dalësh kampion bote, nuk do të thotë që të kesh atë shkallën e parë të podiumit, domosdoshmërisht. Natyrisht ajo është jep dorë sepse është diferenca Po më. sezoni është i gjatë. janë Absolutisht. Kujton edhe britanikun tjetër. Si kishte ai që mori me mekanikun? britanikun Ah, tjetër britanikun tjetër. para Hamit. Para Lewis Hamiltonit që A më në 2010-2011 me ndryshimin e rregullave të reja. po Jenson Button, Jenson Jenson Button, Button. atë më kujton. George Russell. Po mirë, ka shpresë për të marrë një titull. Ka shpresë për të marrë një Po nuk titull. ka asnjë shpresë për të parë një pilotim agresiv dhe të shpejt nga ai. Si thon italianët, chi va piano va lontano. Valentano. E vërtet. Edhe në Ja, ma, ja, Formula shika, 1. Edhe në Formula 1. Shiko, sot nuk kam, domethënë ideja është që folëm për Hamiltonin, folëm për Schumacherin. Në momentin që flasim edhe vet Hamiltoni nuk është Hamiltoni, domethënë që prisnim dhe që shpresonim gjithë, edhe për arsye moshë, edhe për gjithë gjërat. I shoku i skuadrës pati thënë që mas 33 vjetëve fillon e bien reflekset e makinës, e të Po mirë, kjo është e vërtet. timonit e Ke gjithë ke gjërat. më shumë frikë.
Mbas 30 Bravo, vjet. bien agresiviteti ndoshta, shpejtësia Po refleksi, shpejtësia Bie për refleksi më shumë sepse sporti. frika është ilustruar nga Fernando Alonso kur parakaloi Schumacherin, tha unë dija që ai do frenonte në kthesë se ka gruan dhe 2 kalamaj shtëpi. Absolutisht. Kështu që Tani që piloton vet, po s'ka, Dia ka grua dhe pa fëmijë. martuar. është i pa martuar, është në rregull ai është. beqar mund të shkosh gjatë Ai- deri 50 vjeç. ai Ka bile- një pikë të dobët. Ai bile para 3 vjetësh patja të salton e famshme në Po. Rally Dakar, Po. fluturoi nga duna Po dhe vazhdoi garën. edhe vazhdoi Dhe gara. vazhdoi garën. Unë ngrit e drejtoi Kofanon sepse i krijonte pak probleme me fushpamjen, e drejtoi Kofanon me gjithë çunat e shkretirës dhe vazhdoi garën pastaj. Kështu që se ka probleme jetë pjesë, është beqar. Nuk ka një pikë. Por të reflekset- dobët. Jam i beqar atëherë. Edhe Po, dhe ai nuk ka një pikë të dobët, po Hamilton kanë përshtypjen për titullin e 8 vajtit tek Ferrari. Apo jo. po është puna që ka kohën kundër, dhe nuk 41 vjeç domethënë. E dy sezone i ka përpos këtij. E dy sezone i ka nëse do jetë gjithçka mirë. Është uria në mes them unë. Uria dhe për të Jo, shkruar. shiko, ajo se përpos ne se vazhdon të jetë bëjmë shaka super për pilot. moshën, ajo pjesa e teknologji, pjesa e domethënë e teknologjisë ushqimore, pjesa e përkujdesit Gjithçka fizik zjarr fizike. ka ndryshuar shumë. Bile Hamiltoni ka bërë në një intervistë për BBC-n pa di bërë një intervistë interesante ku pa di thënë që po të jem 1 kg 2 kg më tepër humbas gjysmë sekundi. Po, absolutisht. Kupton, domethënë Sigurisht. dhe sidomos po të kem shpatullat më Po, të gjëra, nuk hyn dot në makinë pastaj. po të kem shpatullat më të gjëra prap fleksibiliteti, dënohen, padyshim. duhet të kem të ndenjurat Po, më të po, vogla, po, sigurisht. etj, gjë bëj stërvitje kasile për atë punë dhe normalisht femrat në panel filluan atë historitë e tyre të kuriozitetit, domethënë po. Po ka lëvizur gjithçka siç e tregonte Ronaldo. Pra njeriu mund ta shtyjë veten fiks. dhe ata janë në parametra optimal financiar që të kenë mundësi mundson, po. të kenë mundësi të kenë dhe parametrat e tjerë optimal, Një domethënë ushtri e po. tërë nga pas. Për ta mbyllur dua të kujtoj dy sinteza të Toto Wolffit. E pyetën si është ta shohësh Hamiltonin me fanellën e Ferrarit. Një lloj si shohësh ish të dashur, në tha me të dashurin e ri. Dhe pastaj tjetra kur ai u prezantua zyrtarisht që doli me xhaketë, me kostum, i kishte thënë prapë që tu luta 12 vjet që të veshësh një herë kostumin. Refuzove. Sapo vajte ke ata e veshë kostumin për një herë. Është shumë një marrëdhënie vërtet shumë e madhe, domethënë. Atë që krijuan një epokë kanë përshtypjen. Nuk e di nëse Histori. dikush tjetër Histori ose në formula. Absolutisht, janë njerëz që kanë bërë epokën atë sport, ai është një sport sfidues, është një sport i frikshëm, domethënë, pavarësisht se ne na duket bukur nga këtu, po të shkosh ta shohësh një herë në pistë, e kupton se sa shpejt ecin ato persona dhe çfarë refleksesh dhe çfarë bile ky Fernando Alonso ka patur një moment që ka marrë kthesën dhe ka parë në ekran dikë tjetër, nuk e di Russellin ose dikë tjetër dhe ka thënë i thot skuadrës në kufje që bëri një kthes shumë të bukur ai, po domethënë imagjino ky njeriu po ecën me 200 km/h, vjen dhe shikonte dhe Led Wallin përballë. Shikonte Led Wallin dhe shikon mjaftueshëm që të shoh veprimin bëri kthesën e mirë apo. bëri kthesën. Po janë njerëz të veçantë. Te ky sport kaq i rrezikshëm që folëm, kërkohet një bashk pilot. Un po rrezikoj jetën këtu. Ti më thua rri pas meje. Jo, nuk të them rri pas teje, po luajm skuadër. Luajm skuadër me 300 km/h. Dakor, po atë Barrichello. E kuptoj, po atë e tregon pista, nuk është se dikush ta kërkon ty patjetër që ti jesh. Indirekt, direkt thuhet kjo. Jo është thënë Barrichellos padyshim, po sa i rrezikshëm ky sport, por ti me kujdes kur tentosh parakalosh dalësh i pari. Po, kjo është e vërtet. Barrichello e ka vuajtur më shumë se kushdo këtë. Besoj se përmbledh më mirë Valtteri Bottas që bëri xhirën perfekte në Australi dhe tha to everybody concerned. Fix. Altin, unë të falenderoj që ishte kënaqësia ime dhe unë dua t'ju përgëzoj edhe për një gjë tjetër, për zgjedhjen e emrit e përsëri, sepse në një moment, në një epokë që ne na kanë mbyllur këto emrat e huaj, domethënë që duken goxha më interesues, më interesant, më intrigant, dhe unë sinqerisht ju uroj në këtë nisëm që ju të shkoni sa më larg, sepse na duhen platforma alternative për te atij ngërçit që unë mund të them që e ka zënë median sportive për momentin. Ftesa është e hapur. Do jetë gjithmonë kënaqësi. Kemi ardhur në fund, Arlind. Nderuar miq, do të takohemi sërish martën e ardhshme. Do të flasim për ekipet kombëtare, vetëm për ekipet kombëtare, por edhe për Formula 1, sepse gara e dytë zhvillohet të dielën e ardhshme në Kinë. Deri atëherë, mirupafshim.